Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët deri në ditën e gjykimit të pasojnë Allahu xhalla xjalaluhu na bëf prej tyre. Vazhdojmë me ligjëratën e radhës në lidhje me jetë rrëfimin dhe jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kemi fol për vitin e pikëllimit, vitin në të cilën është ndarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga më të dashurit e tij, dy persona të cilët kanë qenë të rëndësishëm për jetën e tij, Ebu Talibi, i cili ka qenë shtyllë e fortë nga ana jashtme, i cili është kundërvy armiqve të Islamit, dhe Hatijja radhiyallahu anha, gruaja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nëna besimtarëve, e cila ishte një shtyllë e fortë brenda familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtyllë e cila përkrahi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam moralisht dhe materialisht. Pas kësaj ngjarje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi përmend se utoi për në Taif dhe shpresoj që atje do të gjende kush do t'i përgjigjej thirrjes së tij. Megjithatë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u përgënjeshtrua dhe u dëshprua dhe u kthyer me zemër të thyer. Mirë po deshti Allahu xhelle xhelalu që pas kësaj ngjarje Allahu subhanahu wa taala ta nderoj Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në mesin e gjithë krijesave. Ta nderoj me një udhtim i cili quhet udhëtimi i Isras dhe Mirajit. Kjo ndodhi ka ndodhur pas vdekjes së Ebu Talibit dhe Hatijjes. E që dietarët e historisë kur flasin për këtë ndodhi, ka shumë fjalë se kur ka ndodhur. Andaj nuk ka diçka të prerë në lidhje me muajin apo vitin se kur ka ndodhur kjo ngjarje. Ajo që e bën Imam Zuhriu edhe Qadi Iyad, se edhe është mendimi pjesës dërmuese të dietarëve të historisë se kjo ndodhi ka ndodhur një vit para hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ka fjalë se kjo ndodhi ka ndodhur apo kjo ngjarje ka ndodhur 3 vite para hijretit. Ka disa prej tyre të cilët kanë thënë 5 vite para hijretit. E disa kanë thënë me 16 muaj para hijretit. E disa kanë shku krejt atje larg për shkak surës An-Najm dhe ajeteve të cilat kanë zbritur se kjo ka ndodhur në vitin e 5 të shpalljes. Mirë po ajo që ka është me sakta Allahu dhe mësmire është se ka ndodhur para hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një vit para hijretit. Çka ka ndodhur në këtë ngjarje apo çfarë është kjo mu'jize, se kjo quhet ndryshe edhe një mrekulli që Allahu xhelle xhelaluhu e ka zgjedhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në këtë udhtim brenda një natës prej Mesjidul Haramit në Mesjidul Aqsa, e cila gjendet në Palestinë. Andaj edhe Allahu xhelle xhelaluhu na ka përmend suratul Isra këtë ngjarje apo këtë ndodhi, thot Allahu subhanahu wa taala: Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلى رسول الله سبحانه وتعالى i cili e bëri që të udhtojmë brenda natës robin e tij, që ka për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lejlen brenda një natës, min el mesjidil haram, prej Qabes ila el mesjidil aqsa, deri tek Beitul Maqdis, e cila gjendet në Palestinë, të cilën thot Allahu xhelle xhelaluhu e kena begatua rreth saj. Allahu ka bërë harem Mesjidul Aqsa, sikurse e ka bërë Mekën dhe xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelle xhelaluhu që t'ja shfaqim dhe t'ja ekspozojmë ajetet tona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajetet, argumentet, madhështinë e krijimit Allahu xhelle xhelaluhu. Më të vërtet është Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili ndëgjon dhe sheh. Ky ajet kuranor na përshkruan udhëtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mesjidul Harami në Mesjidul Aqsa, ndodhi apo udhëtimi i cili ka ndodhur brenda natës.
që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se kanë ardhur hadithe të vërteta në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit nga Anesi radhiyallahu anhu, e prej sahabëve të cilët e kanë transmetuar këtë ngjarje është edhe Abu Huraira, Malik ibn Sa'sa dhe Abu Dharri dhe shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të përkufizohemi në ato ngjarje të cilat kanë ardhur hadithe të vërteta, që të cilat e përkufizojnë dhe na rrëfejnë këtë ndodhi apo këtë mrekulli. Hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anesi radhiyallahu anhu, do të mundohemi të përmbledhim disa prej pjesëve të haditheve, se asnjë hadith i pejgamberit sallallahu nuk e përshkruan ngjarjen nga fillimi deri në mbarim. Mirpo ne do të flasmi shkurtimisht nga ato që kanë ardhur prej haditheve të vërteta, pjesë dhe do t'i bashkojmë. Për ata, fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot përderisa isha në Qabe, në vendin e quajtur Hijr. Me një rivajet ka thonë Al-Hasim. Me një rivajet ka thonë kam qenë në shtëpinë e Ummu Hanit. Mirë po ky rivajet dietarët e kanë bërë të dopt. Më rëndësi ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Beitul Haram, ka qenë në Qabe. Dhe ka ardhur Xhibrili alayhi salam. Dhe para këtij udhimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ngjaa edhe një ngjarje tjetër. Është hapja e gjoksit. Dhe hadithet janë të sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të dytën herë i është bërë operacion zemra e tij. Është hap gjoksi i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se e ka hap gjoksin tim e pastaj ma kanë pastruar me ujë Zemzem. Edhe pastaj thotë mu është hedh prej urtësisë në zemrën time. Dhe dietarët thonë se kjo është njëra prej përgatitjeve që Allahu xhelle xhelalu ka dashur ta përgatis pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para prakisht për një ngjarje shumë madhore. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si i rritur e ka pa atë se çka ka ngjall me gjoksin e tij. Dhe nuk ka qenë diçka shumë e mahnitshme, si më thon, ka qenë i bindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë çka po i ngjan, që e ka përgatit për një ndodhi më madhore që ajo është udhimi natën për në Mesjidul Aqsa e prej aty udhimi i cili quhet Mi'raj, el-Miraj në 7 qiejt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit. Dhe ky udhim ka ndodhur brenda një natës, sipas mendimit më të saktë. Ky udhim i Isras dhe Mi'rajit ka ndodhur brenda një natës. Dhe ky udhim sipas pjesës dërmuese të dietarëve që gjumhurit ulemave e që Ibn Hajar al-Asqalani thotë se këtu hin shumica e dietarëve al-muhaddithinëve, fukahave edhe al-mutakelliminëve, se në këtë udhim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtuar me shpirtin e tij dhe trupin e tij. Se ka fjalë të dietarëve të cilët kanë thënë se udhimi i tij ka qenë vetëm me shpirtin e tij. Ka prej tyre të cilët kanë thënë se ka qenë udhim vetëm në ëndër, e që al-Hafidh al-Hakimi thotë sikur të ishte udhimi i tij vetëm në ëndër, atëherë nuk ishin me polimezuar aq shumë mushrikët, nga se kushdo mundet me pa në ëndër një udhim të tillë. Ose Allahu xhelle xhelaluhu kish mja bën një gjë të tillë shumë të lehtë për njerëzit. Mirë po përderisa thotë ka qenë udhim me shpirtin e tij dhe trupin e tij, andaj edhe kanë polimezuar dhe kanë përgënjeshtruar mushrikët pas kthimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të mbrim atje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas pastrimit të zemrës së tij dhe çepjes së gjoksit të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka ardhur Xhibrili me një kafsh e cila quhet el-Burrak, e cila ka pas ngjyrë të bardhë, më e madhe se gomari dhe më e vogël se mushka. E pastaj thot kemi udhëtuar me atë kafsh e cila hapin e saj e ka qitë so sheh shikimi, apo so mbaron shikimi. E pastaj thot kena mbri në Mesjidul Aqsa, Beitul Maqdis, e cila është në Palestinë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas transmetimeve, e kam lidhur kafshën dhe jam futur në xhami dhe i kam falur 2 recate namaz. E sipas disa rivajeteve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz me pejgamberët, apo ju ka falur pejgamberëve namazin. Disa kanë thënë se ka qenë para ngritjes, e disa kanë thënë pas zbritjes së Mi'rajit, pas zbritjes nga qielli. Me rëndësi si ndodhi ka ndodhur. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngritur
qiell bashkë me Xhibrilin. Dhe kur ka mbri në qiellin e parë të dynjas, ka kërkuar leje që të hapen dyert e qiellit. Se kuptohet se dyert qiellit kanë porta, dhe në këto porta qëndrojnë melaçet të cilët i ruajnë këto porta të qiejve. Andaj qiellin të cilën na e shohim sot, i cili është i zbukuruar me yje, është qielli i dunjas. Qiellin të cilën sot e eksplorojnë edhe mendojnë se kanë arritur të vendosin satelite, astronaute, anije, kozmike, ku ta di une. Kjo është vetëm qielli i dunjas. Nga se Allahu e ka pohu në Kur'an, thot se kemi zbukuruar qiellin e dunjas me yje. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë thonë melaçet rojet e qiellit të parë, Xhibrilit alayhis salam, se kush është me ty. I kanë thonë se është Muhamedi. E pastaj i kanë thonë, a është i dërguar i Allahut, të cilën është i dërguar? Kanë thonë po. E pastaj i kanë afruar apo e kanë përshëndet me mirëseardhje. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiellin e dunjas e ka takuar babain e njerëzimit Ademin alayhis salam. Sipas disa rivajeteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Ademin që në të majtën e tij kur ka shikuar ka qajtur, dhe kur ka shikuar në të djathtën e tij ka qeshur. E pastaj Xhibrili alayhis salam kur pejgamberi e ka pyet Xhibrilin alayhis salam, i ka thonë se ky është Ademi alayhis salam, dhe ata të cilët janë në të majtën e tij janë prej banorëve të xhenemit, kurse ata të cilët jetën në djathtën e tij janë prej banorëve të xhenetit. E pastaj e ka përshëndetur Ademi alayhis salam dhe e ka përgëzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pohuar pejgamberllëkun e tij. E mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar udhimin e tij për në qiellin e dytë dhe njëjta ndodhi ka ndodhur sikur në qiellin e parë. Dhe në qiellin e dytë e ka takuar Jahjan edhe Isain alayhis salam. Dhe të dytë i ka përshëndet dhe të dytë e kanë përshëndetur me mirëseardhje dhe kanë pohuar pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vazhduar udhimin e tij për në qiellin e tretë, sikurse ka ndodhur në qiellin e parë dhe të dytë. Dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas haditheve, të cilat kanë ardhur të vërteta, e ka takuar Jusufin alayhis salam, i cili e ka përshëndetur dhe e ka përgëzuar me mirëseardhje dhe e ka pohuar për pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdon udhimin në qiellin e katërt, ku e takon Idrisin alayhis salam. E pastaj pas Idrisit në qiellin e pestë e takon Harunin alayhis salam. E në qiellin e gjashtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takon Musen alayhis salam, të cilin pasi që e përshëndet dhe përgëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në disa rivajete se ka qajt Musa alayhis salam. Dhe kur është pyetur se çka ka të bëjë me qajt Musa alayhis salam, ka thonë qysh një pejgamber kaq i ri, një djalosh pas meje, ka ardhur se do të hyjë ummeti i tij në numër më shumë në xhenet se ummeti im. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar rrugtimin e tij në qiellin e shtatë, ku e ka takuar Ibrahimin alayhis salam, për cilën thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i kanë ngjau më shumë pamje se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vazhduar udhimin e tij deri tek pema Sidratul Muntaha, të cilën pemë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar se ka pas fruta shumë të mëdha dhe gjethet e saj kanë qenë sa veshët e elefantit apo pamje gjetheve të tyre. E që në të është Jannatul Ma'wa, ka thonë Allahu subhanahu wa taala në suratul Najm. E që ky xhennet, sipas tefsirit të disa dietarëve, ka thonë është vend pushim i trupave dhe i shpirtave, i shpirtave të shahidave. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu nga këtu Allahu subhanahu wa taala i ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një obligim prej obligime më madhore që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka bërë obligim ummetit të tij, ai është namazi. Allahu xhelle xhelaluhu në këtë vend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelaluhu kur e ka përshkruar në suratul Najm ka thonë laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Në këtë vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa prej ajeteve, prej argumenteve, prej krijesave
më madhore të Allahu xhelle xhelalu. Disa prej tyre është Sidratul Muntaha, prej tyre është se Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë këtij udhimi në këtë natë ka parë edhe prej banorëve të xhenetit, po edhe prej banorëve të zjarrit. Në këtë vend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ka pa edhe disa lumejnë të mbrëmshëm dhe disa lumej të jashtëm, që i ka përshkruar pejgamberi 4 lumej të cilët burimin e tyre kanë në xhenet. E prej tyre dietar pastaj kanë bërë khilaf se cilën e ka pa, sipas disa komenteve kanë thënë se e ka pa lumin Kauthar, edhe një lum të cilën e ka quajtur Muqatili në tefsirin e Suratul Najm Salsabil, kurse prej lumejve të kësaj dunjas thot e ka pa burimin e Nilit edhe Eufratit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend apo në këtë natë gjatë këtij udhimi ka pa disa njerëz të cilët kanë pasur thoj të gjatë prej bakri, të cilët i kanë ngërvish fetyrat e tyre dhe gjoksat e tyre. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyetur Xhibrilin alayhi salam, ka thonë këta janë ata prej ummetit tënd të cilët përgojojnë edhe hajnë mishin e vëllezërve të tyre të vdekur. Kjo është prej banorëve të cilët dënohen, i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj natës. Gjithashtu Allahu xhelle xhelalu sikur se e përmendan këtë natë ja ka bën obligim ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 5 kohë namaz. Andaj ku të flasmi për çështjen e namazit dhe pse japmi kaq rëndësi namazit që hoxhallarët flasin vazhdimisht, kjo vetveti u tregon edhe momenti dhe vendi ku është bërë obligim. Sa Allahu xhelle xhelaluhu të vetmin ibadet, për ibadeteve që e ka veçuar dhe e ka dalluar prej tjerave, është se e ka bërë obligim në qiellin e 7 pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që dallon prej obligimeve tjera. Fillimisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allah ja ka bërë obligim 50 kohë namaze. E pastaj gjatë kthimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qiellin e 6 e ka takuar prap Musa alayhis salam dhe ka polemizuar me Musa alayhis salam në çështjen e namazit. Dhe Musa e ka pyetur se çka të obligoi Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë se më obligoi me 50 kohë namaz. E pastaj Musa alayhis salam prej përvojës së tij që ka pas me ummetin e tij ka thënë pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ktheu dhe kërko që Allahu ta zbret dhe ta letoj, nga se unë jam provuar me ummetin tim, me popullin tim, që nuk kanë mundësi dhe nuk munden që ti kryjnë të obligime, ta kryjnë këtë obligim kaq të madhor, me kaq shumë namaze. E pastaj pejgamberi sa më është kthyer dhe Allahu xhelle xhelaluhu i ka heq 10 kohë namaz. Dhe është zbrit prap dhe është takuar me Musën dhe njëjtën bisedë ka bërë dhe ka kërkuar Musa që të kthehet dhe kërkojnë nga ana e Allahut që t'ja lehtësoj. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu ja ka heq 10 derisa ka ardhur në 5 kohë namaz. Dhe kur është kthyer dhe është takuar prap me Musa alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka refyzuar se Allahu ka bërë obligim me 5 kohë namaz. Mirë po Musa alayhis salam ka thënë ktheu dhe kërko prap që Allahu t'ja lehtoj. Ummetit tënd me të kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e kam lutur Allahun dhe jam turpruar. Jam turpruar që të kërkoj më shumë lehtësim. Mirë po që Allahu xhelle xhelalu pastaj thot e kam dëgjuar një thirrës duke thënë se Allahu e ka vullosur dhe ka bën obligim 5 kohë namaz, e që shpërblimi i tyre është sa 50 kohë namaz, pasi që Allahu xhelle xhelaluhu si nimet ndaj këtij umeti e ka bë që për çdo vepër cilën e bën një sevap Allahu ta shpërblejnë edhe të shpërblime. Andaj i cili fal 5 kohë namaz, tek Allahu i shkruan sa 50 kohë namaz ti kesh të bërë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet prap në Mesjidul Aqsa dhe gjatë këtij rrugtimi gjithashtu mos të harrojmë përmendimi se Allahu subhanahu wa taala përmes Xhibrilit, ku Xhibrili alayhi salam ja ka ofruar një gotë me qumsht, një gotë me verë dhe një gotë me mjalt, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh qumshtin dhe Xhibrili alayhi salam i ka thënë se e ke zgjedh fitran, natyrën e pastërt, islamin për umetin tënd. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthyer në brenda kësaj nate, gjatë këtij rrugtimi madhështor në Mesjidul Aqsa, e prej Mesjidul Aqsas
është kthyer prap në Mesjidul Haram, është kthyer domethënë në Mekë. Dhe me të zbritur në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjesin e asaj dite takohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Kurejshit dhe ju rrëfen atë se çka i kanë gjanë brenda një natës. Dhe si zakonisht Ebu Gjehli, Mut'im ibn Adi, njëri prej atyre, dhe Walid ibn Mugira e përqeshin dhe e përgënjeshtrojnë. Dhe Ebu Gjehli thot, aty rrëfej këtë, apo jenë gjendje që ti ta thuash një të vërtetë të tillë që po e pohon para popullit tënd. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se po. E pastaj tu bohen mushrikët tek hijri në xhamin e Allahut në Qabe, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përshkruan këtë udhtim. E që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse kanë ardhur hadithe të vërteta, se Allahu xhelle xhelaluhu ja parafituron përmes Gjibrilit xhamin e Mesjidul Aksas, ashtu sikurse ka qenë. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithse ka udhëtuar natën, dhe për banorët e Mekës, disa prej tyre ka qenë e njohur Palestina, për shkak të udhëtimeve që i kanë bërë me tregtinë e Sham. Dhe disa prej tyre e kanë njohur në detale Mesjidul Aksan. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se ju ka përshkruar në detale Mesjidul Aksan mushrikëve, ju ka përshkruar edhe karavanet e deveve të atyre fisëve të cilat i ka pa gjatë këtij rrugtimi, gjatë shkuarës në Mesjidul Aksa dhe gjatë kthimit prej Palestinës. E që kur i kanë pyetur mushrikët edhe i kanë takuar personat e tillë të cilët kanë qenë më të vërtetë në atë udhtim gjatë asaj natës, që është vërtetim se më të vërtetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bënë një udhtim të tillë. E që dihet se prap mushrikët e kanë përgjigjëstruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e kanë mohu udhtimin e tij, e që fatkeqësisht sipas disa fjalëve kanë ardhur se disa edhe prej muslimanëve të cilët kanë qenë me iman të dobët kanë dalë prej dinit duke mohuar një udhtim të tillë. E kur e kanë njoftuar për këtë Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, Ebu Bekrin e kanë njoftuar hala pa ataku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thonë Ebu Gjehli, ky shok yt Muhamedi po thot se ka udhëtuar brendja një natës nga Mesjidul Harami në Mesjidul Aksa. Ai kishte besuar të kësaj. Atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka thonë, a e ka thonë më të vërtet këtë shoku im, Muhamedi alayhi salam? Ka thonë po. Atëherë Ebu Bekri ka thonë, unë i besoj edhe më shumë se kjo. Unë i besoj asaj që i shpallet atin mëngjes dhe mbrëmje, e lejmë kësaj. E për atë dhe Ebu Bekri prej kësaj ditë është quajtur es-Siddiq, i sinqerti. Këtë ngjarje, këtë pjesë e transmeton Imam Hakimin Mustadrekun e tina, e që Imam Dhahabi është pajtuar me të, se është senedi i tij është i mirë apo është i vërtetë. E që prej asaj dite Ebu Bekri quhet es-Siddiq, i sinqerti. Më të vërtetë në këtë ngjarje apo në këtë udhtim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shumë edhe shumë mësime. Edhe më të vërtetë në të ka dobi të mëdha. E prej saj tregon madhështinë e Allahu xhelle xhelaluhu dhe që Allahu subhanahu wa taala i ka thyer ligjet të cilat i ka vendosur në kozmos për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ai të udhtojnë brenda një natës nga Mesjidul Harami në Mesjidul Aksa dhe ta ngris atë në 7 qiejt, e që një gjë të tillë s'ka mundësi ta bëjë një njeri përveç se me urdhën e Allahut dhe me izin e Allahut subhanahu wa taala. Për mësimeve që marrim gjithashtu vëllezër të ndershëm nga kjo, se ky udhtim ka bërë që Allahu xhelle xhelalu ta kalit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta vazhdoi misionin e tij, thirrjen e tij, t'ia shtoj imanin e tij dhe shokëve të tij, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ballafaqohej në ditët në vazhdim me njerëz, do të ballafaqohej me sprova të ndryshme. E pastaj kur dietarët e kanë diskutuar se cila është urësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është takuar vetëm me këta pejgamber, dietarët kanë punë fjalë të ndryshme. Nëse na dim se ka pejgamber më shumë se sa këta të cilët i ka takuar gjatë këtij udhimi në qiej. Mirë po, njëra prej fjalëve që i ka prunë një prej dietarëve të mëdhëbit Maliki, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi alayhi salam është takuar me këta pejgamber të cilët
janë sprovuar dhe janë atakuar me probleme të ngjashme gjatë jetës së tyre, me popujt e tyre, sikur se është sprovuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ademi alayhis salam është sprovuar me armikun më të madh të njerëzit, i cili është Iblisi, dhe që e ka bën të nxjerrë nga xheneti në tokë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu është provuar me armiqtë e tij në Mekë, që ka bërë që ai ta nxjerrin nga Qabja, që është vendi më i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. E pastaj Musa alayhi salam është personi i cili është provuar më së shumti me popullin e tij. E që kur shpesh herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është provuar me popullin e tij, ka thënë më të vërtetë se Musa alayhis salam vllai im është provuar më shumë se unë. Domethënë, me një aspekt dietarët kur kanë fol rreth urtësisë, kanë prunë njëra prej këtyre se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kanë ngjasu këtyre pejgamberëve në rrugtimin e tyre, në misionin e tyre. E që Allahu xhelle xhelaluhu e ka zgjedhur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë imam i tyre, vula e pejgamberëve. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu jo rastisht e ka zgjedhur udhtimin e tij prej Qabës në Mesdul Aksa, për të treguar se më me hak që Mesdul Aksaja është pronë e muslimanëve edhe umetit islam. Për të treguar lidhshmërinë mes vendit të cilën kanë lindur shumica e pejgamberëve edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se burimi është i njëjtë, se shpallja është e njëjtë nga njëjti Zot, nga Xhibrili alayhi salam tek të gjitha pejgamberët. Sikur ka dashur Allahu t'ju tregoj njerëzve se lidhshmëria mes këtyre pejgamberëve është një, është tauhidi. Pastaj takimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Ibrahimin alayhis salam, pasi që Ibrahimi alayhis salam ka qenë i pari i pejgamberëve i cili ka ngrit shtyllat e Qabës dhe ka bërë vend adhurim për haxh, që njëjtën që e ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës, duke i thënë popullit, duke i thënë sahabëve të tij, merrnin nga une mënyrën dhe ritualet e haxhit që Allahu xhelle xhelaluhu i ka bërë obligim të thras njerëzit për në haxh. Dhe kështu ishin disa prej urtësive të cilat i kanë përmend dietarët në lidhje me këtë, e që më të vërtetë në të ka shumë mësime dhe shumë dobi, e që ndoshta s'mundit të mi përmendim vetëm me një ders apo vetëm një ligjërat. Mirë po, ajo që na bën neve të kuptojmë është se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka ndëruar me këtë udhtim, duke e kalitur atë që ta plotësoj misionin e tij, duke e nderuar Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që e kanë pushtruar banorët e tokës, pasi që ata e përgënjeshtruan, pasi ata e torturuan, pasi që ata e nënçmuan, Allahu xhelle xhelaluhu e ngriti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë nesin e shoqërisë të banorëve të qiellit, e që kjo është më të vërtetë nder për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin vetëm disa fjalë rreth kësaj ndodhie dhe rreth kësaj ngjarje. Elusmi Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu subhanahu wa taala na plotësoj imanin ton, që Allahu xhelle xhelaluhu na i fal mëkatet tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.